Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonde kemi të ftuar një zigashin, një si rrethana politike, një herës edhe mjek, i cili ka kontribuar në fushën shëndetësisë me dekada. Përshëndetje zoti Gashi, faleminderit që gjetet ku të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Mirë gjeta. Jemi në prag të një muajit edhe një muaj nga njëherë na zgjan vëmendjen apo kujtesën tonë për t'i parë hallet e qytetarëve të Kosovës dhe punonjësve të tjerë. Po paralel me kësaj, është krijuar një ngërç politik, i cili çdo 48 orë, duke luajtur një lojë cirku, deputetët në kuvend 2 minuta jashtë dhe vazhdon nga fillimi i insistimit të themelimit të institucioneve të reja të Komendit të ri të Kosovës. Si e shihni këtu? Po, për fat keq, kjo është një situatë tepër e rëndë për Kosovën, një ngërç i pa arsyeshëm dhe i pa arsyetueshëm, për faktin që jemi në rrethana të jetë dinamike dhe fragile të lëndueshme në nivel ndoshta regional, po edhe gjithë botën. Dhe sjellja me një papërgjegjësi kaq të lartë të atyre që është dashur të ishin më përgjegjësit për situatën në Kosovë është një tregues i keq për vedijen tonë dhe nivelin e vedijes së atyre që janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit në Kosovë, sepse Kosova sa të zgjat me këtë agoni, aq më keq do të jetë për ta dhe për popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës, sepse ne edhe ashtu jemi vonë dhe nëse vetveti tani i shkaktojmë vonesa dhe vonohemi edhe në këtë stad kur sigurisht që gjeopolitika po ndryshon, atëherë do të shkojnë dekada dhe ndoshta me sheku që ne nuk do të monizom hapin me popull tjerë që janë në këtë region, që janë në këtë nivel, kurse po të kishim zonë hapin, unë mendoj që kishim mujtë me zvoglu sa do kudo atë distancë që kanë popull tjerë të zhvilluar prej nesh. A ka Kosova luksin që të sillet klasa politike në këtë formë me qytetarën e Kosovës, kur e dim cila është papunësia, cila është gjendja ekonomike, po ashtu raportet me bashkinë ndërkombëtare dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, dhe ta themi me 1000 të lashe. Ne në asnjë dimension nuk kenë luks të sillemi në këtë mënyrë, sepse sjellja e deputetëve në këtë mënyrë vetëm sa po e rrit barën e deputetëve që janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit, bashkë me funksionarët apo qeveritarët e Kosovës, të cilët edhe në këtë rast kanë dalë fitues të zgjedhjeve, por jo më me fuqinë absolute të formojnë kuvendin, por tani janë të parët, por kuvendin sun po e formojnë dhe tani ata në vend që të sillen arsyeshëm dhe të dalin nga kjo situatë, si duket ata janë të parët që nuk janë të interesuar të dalin për kësaj situate dhe personalisht jam kurrështar me ditë çka po mendojnë, si e kanë planifikuar këtë situatë dhe cila është dobia e Kosovës nëse këta vazhdojnë me këtë sjellje. Është gjunah për kombin tonë, është tragjedi për kombin tonë, është mëkat njerëzor dhe human. Ky popull që jo që nuk ka luksin, por është në minus të avantazhet në çdo dimension. Jemi mungut dhe në disavantazh nuk kemë na luks të sillemi pa përgjegjësi deri në këtë nivel. Dhe unë nuk kam shpjegim përpos që me ju thonë të padijshëm s'mund të jenë,
me i thonë terminologji që të tjerët po përdorin në për debate nuk po ma zëngojë se s'po duhet tjetë ashtu, por po ju thëmë që janë neglijent pa arsye. Të merrësh votën e qytetarit dhe të merrësh besimin. Po. Ky besim kërkon përgjegjësi. Sa janë përgjegjës ndaj qytetarit në krijimin e institucioneve dhe nga kush shkon kjo përgjegjësi më shumë, sepse nëse shohim në deklaratat e çdo subjekti politik, secila në një formë ose në formë tjetër mundohet të justifikon veten duke akuzuar palën tjetër. Si i keni pa këto deklarata dhe sa e ndini përgjegjësinë e këtyre njerëzve të zgjedhur karshi qytetarit? Përgjegjësia duhet të ishte e madhe, por në realitet këta nuk po e llogaritin atë çështje ashtu, po sillen krejt ndryshe. Fatkeqësia e popullit tonë dhe politikës tonë dhe shtetit tonë është që të njerëzit janë duke defilu në 20 vitet e fundit në për konvent dhe në për parti, të njëjtin njerëz zgjidhen dhe herë fiton një, herë fiton tjetri. Dhe unë mendoj që ky popull i dashur të vëdësohet dhe të organizohet vetë populli, sepse ka mundësi që të formojnë trupa të organizuara, të cilët kishin me bënë ndrym një freskim të ftyrave politike në Kosovë, sepse ata ju ka mush mendja që ata janë të lindur për me qeverisë Kosovën dhe s'ka kush mund i ndryshon, andaj ata po sillen në këtë mënyrë pa përgjegjësi. Këtu e ka një pjesë të madhe të fajt, e ka klasa politike, klasa intelektuale e shoqërisë tonë, të cilët kanë rënë në amolli dhe në një gjumë të pa kuptueshëm, sepse ata duhet të barten përgjegjësitë për shumicën e gjërave dhe të jenë flamërtar të lëvizjeve dhe ndryshimeve të cilat janë më së të nevojshme për shtetin tonë dhe për kombin tonë. Ata kanë rënë prej e politikajve dhe tani janë bë shërbyes të tyre varësisht si po ju konvenon. Ata po i zgjedhin një nga një dhe po kërkojnë deklarata dhe po i morën deklaratat qysh atyne po ju konvenon që le të shkon për ndërgjegje të tyne, sepse ata nuk guxojnë të binë në ndikimin e tyne, ata janë të vetëdijshëm që Kosova është në pozitë të keqe dhe kombi shqiptar në përgjithësi është në një pozitë shumë të keqe dhe duhet të jenë parapres të ndryshimeve dhe ndryshimi duhet të bëhet duke fillu prej vetë ftyrave politike, por edhe për sistemit zgjedhur të Kosovës i cili nuk ka ndryshu që ka shkuar dhe po shihet që të njëjtat probleme, të njëjtat pasoja po përsëriten në çdo zgjedhje dhe pas çdo zgjedhje po jemi në një gërç politik i cili është i pa shpjegueshëm dhe i pa arsyetueshëm. Zoti Goshi, kemi parë ose kur ka pasë iniciativa formimin e subjekte politike, kemi parë ose edhe krijimi subjekte politike, po ashtu kanë deklaruar që ne nuk kemi provuar, ne po kërkojmë besimin se ne do të veprojmë ndryshe. Po shihet tani që në momentin që po fiton besim tek qytetari, po sillet njët apo edhe pi u kalon të parëve, ta themi në këtë farformën të tjera. Si po shihni këtë cikël të seancave çdo 48 orë në kuvendin e Kosovës? Kjo është një procedurë, një proces që duhet ta quajmë një zhvillim shumë i keq për shtetin tonë, për popullin tonë dhe ne po e shohim që tani jemi në një sistem global që po quhet neoliberalizëm dhe i cili është të merrsisht i rrezikshëm për popujt e vegjël, që në këtë rast jemi na, dhe na si individ, secili individ duke fillu prej unë, ju dhe të tjerët pas nesh, duhet, sepse unë e di që ka ky popull ka kuadra të afta, ky popull ka personalitete me vlera të larta, edhe morale, edhe kombëtare, edhe politike, e kështu me radhë, duhet të organizohemi në mënyrë spontane dhe përmes asociacioneve dhe shoqërive civile të bëjmë presion që këta
mos të ndihen si pashallar, mos të ndihen si lider të palëndueshëm pasi të zgjidhen, por le të dinë që ata duhet të japin përgjegjësi masës dhe popullit për veprimet e veta. Asnjë deputet deri më tash nuk është penalizuar pse s'ka qenë aktiv dhe pse s'ka dhënë kontribut gjatë mandatit të tij. Bile mundem me thonë që shumica prej tyre edhe janë shpërbly se kanë qenë oportun, se nuk kanë bërë kur gjë, se nuk kanë lëviz asnjë guri në drejtim pozitiv, por thjesht e kanë bjerë kohën katë aty, kanë marrë paga të mira, me ditje të mira, pa dhënë ndonjë efekt të mirë për popullin e Kosovës. Kthehemi në gjendjen konkrete të cilën është po ballafaqohet Kosova në formimin e institucioneve. Nesër do të bëhet edhe një seancë, tentim seancë për formimin e institucioneve dhe zgjidhjen e kryetarit ose kryetarit të kuvendit. Çfarë pritni? Cilat duhet të jenë skenaret e mundshme? Apo pranohen realitetet e zgjedhjeve të 9 shkurtit nga subjektet politike? Ne nga kjo klasë politike nuk mund të presim asgjë më mirë, sepse njeriu mund të gabojë një herë, 2 herë, por jo 6-7 herë, domethënë kjo është e qëllimshme dhe nuk pritet që të zgjidhet ndryshe situata përpos që do të shkohet në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë zgjidhja, dhe për fat keq këmbgulja e partisë e cila i ka fitu votat, po përçon një signal që nuk është e interesuar me dalë prej kësaj situate dhe po dën ta prolongoj këtë situatë, cili është avantazhi i tyre në këtë pritje, cili është profiti i tyre në këtë zvarritje, unë nuk e di dhe nuk mund ta kuptoj. Populli ka nevojë të ketë institucione kredibile për me ju përgjigj situatës në të cilën jemi, dhe unë nuk besoj që ka me pas zgjidhje as në kuvendin e nesërm, për arsye se këta janë barikadu dhe janë pozicionu në për istikomet e tyne secila palë, secila i ka arsyet e veta. Këtë situatë e ka provoku vetë kryeministri me deklaratat e tina gjatë fushatës të pamatona dhe shpesh herë irrituse dhe fyse nënçmuese, që nuk guxon prej gojës të një kryeministri me dal ajo terminologji çfarë është përdorur në zgjedhjet e fundit. Po të ishte ky popull i vetëdijshëm, sigurisht që ai nuk do t'i fitonte zgjedhjet, Leçës do t'i fitonte, po s'do ta kalonte pragun, por ja që jemi këta që jemi. E tha që mund të jetë skenari mundshëm shkuarja në zgjedhjet e reja. Po ashtu edhe tha që zgjedhjet nuk janë zgjidhje. Po. Kujt po i konvenon kjo? Pse të shkohet prapë në zgjedhjet e reja? Ku i njëjti popull, i njëjti sovran, i njëjti qytetar ka votuar këta apo këto subjekte politike. Çfarë mund të ndryshon brenda një kohe të shkurtër, disa mujore, qytetari ose çka pritet në shkuarjen e zgjedhjeve të reja? Shkuarja në zgjedhjet e reja vetëm e prolongon situatën, sepse nuk ka zgjidhje. I njëjti popull ka me dalë me votu, të njëjtit kandidat parafërsisht kanë me qenë që kanë me konkuru, pozicionet e tyne tani më dihen, shifrat apo vlera e tyne e votave në shifra tani më dihet, nuk mund të ketë ndryshime aq të mëdha sa që të bëhet ndonjë zgjidhje e mundshme, dhe edhe po bën ndonjë zgjidhje e mundshme, sigurisht bëhet as fragjile, as e lëndueshme sa që vetëm ka me shkaktuar probleme se nuk ka me bë zgjidhje. Zgjidhja më e mirë është të fusin të gjithë, sidomos këta që janë elita politikës tonë dhe liderët e partive, një natë para se të takohen nesër, të fusin kokën në frigorifer, të ftofin trunin, të ftofin shpirtin dhe të mendojnë arsyeshëm, sepse këtij populli i nevojitet zgjidhje e jo zgjedhje, dhe këta dohen me bën zgjidhje për këtë situatë që unë për momentin nuk po e shoh në horizont
Andaj i ftoj nga këto, le t'i loni notët, le t'i loni hasmarit, sepse duhen me te kalu vetën në këtë situatë kanë herë, sepse ma e madhë se se cili prej nesh, cili do qoftë, cili du shaman, ama unë i të regoj që kombe dhe shteti është interes ma e madhë, se sa interesit se cilit individ sot në politikën e Kosovës. Le t'i loni ato i note, le t'i loni ato ambicje, le t'i kthehen arsyes, le t'i kthehen nevojës së Kosovës, le t'i kthehen nevojës së kombit shqiptar i cili është në një udhëkryq të madh. Secili subjekt politik ose secili lider i subjektit politik po thirret në këtë. Ne po bëjmë për të mirën e shtetit, ne po bëjmë për të mirën e vendit, ne po punojmë për qytetarin, por realisht realiteti po tregon për fat keq po e them me kompetencë shumë të madhe morale, etike, kombëtare. Deri me tani mund të njihen në gishtat e një dorës ata deputet që kanë defiluar në Kuvend të Kosovës dhe kanë pas interes çështjen e kombit dhe të shtetit të Kosovës, të tjerët pej as deri në kanë pas për bazë interesin e vetë personal dhe kur të popullit dhe kur të shtetit të Kosovës. Po ashtu kemi parë subjekte politike ose deputet që kanë fituar në zgjedhje besim nga qytetarë. E në këtë kuadër janë thirrur në votën e qytetarit e më pas janë sjellur konfort dëshirave dhe ambicjeve të veta. Apo luhet edhe kjo lojë që në bazë të kërkesave që të një subjekti politik, kalkulime politike po bëhen gjithë kënë ngërsh politike? Po absolutisht këta deri sa po i morën votat i kanë premtimet edhe fjalët e mira, me unë i fjalë thut i lumna që i kemi, po kur po dalin me vepru dhe në momentin që ata deklarohen apo zyrtarizohen si të zgjedhur të kuvendit, ata tani më rrokun avazën e vetë dhe në harrojnë neve. Unë personalisht kam përvoja që njerëzit mes të zgjedhjeve as nuk më kanë përshëndet, qytet kanë kaluar veç që s'jemi prej kun për une, kurse kur ka ardhur zgjedhje kanë dashur më çkoç dërën pe kroha edhe çofen pe vani, të më thonë që unë me tyje, unë jam me tyje, unë e presdimen tuje, të nesër me cilën po zgjedhjet prap ata janë sjell njëjtë me neve. Personalisht edhe me mua dhe me të gjithë neve sillen njëjtë, por është na jem problemi që harrojmë shpejt. Ne nuk duhet me harru shpejt. Ne duhet me mojt mend gjatë, sidomos duhemi me mojt mend gjatë ata që na kanë zhgënjy, ata që na kanë gënjy, ata që se kanë mojt fjalën. Dhe mos të përsërisëm naivitetin tonë, mos vazhdojmë me naivitetin tonë. Ne të vendosim se kush e meriton atë të tjetë dhe në kohë nevoja edhe të mos dalim zgjedhje hiç, sepse s'kem ka zgjedhëm. Ose në të ndërën krejt struktura e atyne që na imponohen si kandidat, ose në të ndërën sistemi i zgjedhjeve dhe përndryshe ne kemi vazhdu qështu me qitë sistem zgjedhjeve dhe me qitë klasë politike, agonia veç ka më vazhdu. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit kemi pa që parti fituese ka dalë Lëvizja Vetëvendosje, e cila deri me tani nuk kemi pa, edhe pse nga 9 shkurtit deri me 30 prill që është dita sotme, nuk kemi pa një marrëveshje të shkruar ose të dakorduar me një subjekt politik. Po e ka vështirë. Lëvizja Vetëvendosje të pranon një realitet që nuk mundet të krijon institucione edhe të mandaton vetëm edhe postën e kryetarit kuvendit, edhe të kryeministrit. Këto është problemi edhe individual në këtë parti, po edhe kolektiv. Narcisoidizmi është një percepcion patologjik për individin dhe shumica aty mendojnë që janë të lindur me jo dhe heq popullin, bile rivalitetin mes tyne veç nuk po guxojnë me vose është shumë e madh mes tyne se sa me palët të tjera dhe tani aty është bo një grupim njerëzish ta quajmë sepse ajo ka qenë lëvizje dhe është shëndru në parti, një parti narcisoide e cila tani po më ngjan në Neronin, i cili të mendu që është më i mençur i Romës, vendosi t'ja vënë të zjarrin Romës dhe të del anash e të qesh
me ata që po digjen në Rom. Këta janë të vepruar njëjtë, shumë ngjashëm është rasti ynë me kur në Rom ja dha flakën Romës. Thani këtë në drejtim televizës vetëvendosje dhe liderit të saj Albin Kurti. Po ashtu një diçka që e përmendet, tha që ka rivalitet, por nuk po shpërfaqen në publik. Ku mund të jetë kjo rivalitet mëna subjektit politik? Kemi po një largim, nuk e di me dëshirë apo jo, të kandidatit për kryetar të Kuvendit nuk është Glauk Konjufsa. Kemi po një kandidatë të re. Ku mund të qëndron ky rivalitet, zotë Koshi? Mund aty është, sepse unë di individ që aty kanë shkuar me qëllimin më të mirë, por nuk ju ka dhënë hapësinë kur. Dhe sjellja e diktatoriale o udhëheqësit të tyre aty është aq drastike, aq e madhe sa që ata që janë nën te as guxojnë onër me kundërshtu apo me ju kundërvën, dhe kjo sjellje aq autokratike, kjo sjellje aq diktatoriale, kjo nuk i shërben as asaj partie, nuk i shërben as popullit dhe nuk i shërben as kujna, përkundrazi mundet vetëm me dhënë efekte negative për ata vetë, pastaj edhe për popullin e Kosovës dhe për popullin shqiptar në përgjithësi. A thani këtu që i thatë më parë, që janë pjesë apo është krijuar mos besim edhe mëna subjektit, po edhe me subjektet e tjera politike, kjo mungesë e koalicioneve? Po tash Albin Kurti është në dy fronte. Është në frontën me rivalet e vet brenda partie, pastaj është me rivalet e vet politik, dhe ai njeri nuk truni tina nuk e akcepton mundësinë e humbjes. Nuk e pranon. Ai është aq i bindur që në vetveten deri në misticizëm, të mendu që është i dërguari i Perëndisë me udhëheq këtë popull dhe këtë shtet dhe të tjerët nuk mund e bëjnë atë, pos që ai gjithçka merr fund. Kë mund të ketë rivalitet brenda subjektit televizës vetëvendosje Albin Kurti? S'po du me i kalkulua ata në atë ftyra, sepse për mu të gjithë janë të vegjël, ai oponenti i tyre është më i madh, këta të tjerët kanë dëshira që zguxojnë të shfaqen, por në çdo moment ka më bindur Albin Kurti nëse inshallah s'ka atë fat keq që ti ndodh diçka, por në momentin që ai do të bjen ka me pa që rivalet më të mëdhenj ka pas brenda subjektit vet. E thënë që lëvizja vetëvendosje, rivalitetin edhe njerëzit që mund ta dëmtojnë janë brenda lëvizjes. Po. Zoti Koshi, kur do të pranohet një realitet? Edhe ky rezultat i nëntë shkurtit është këmbon për subjektin këtë rast lëvizjen vetëvendosje që duhet të bashkëpunoj me subjektet e tjera për të formuar institucionet. Apo kanë edhe përgjithësi edhe subjektet e tjera që dje kanë qenë në opozitë? Ata janë sjellë në mënyrë aq të vrazhd ndaj rivalëve të tyre politik, sepse këta nuk po e morën rivalin politik si rival për të mirë, si konkurrent për të mirë, por po e morën si anmik, si hasëm. Dhe këtu është dallimi i percepcionit të rivalit politik prej kundërshtarit politik. Ta po i thojnë kundërshtar. Unë mendoj që ata nuk janë kundërshtar, por janë rival. Në esencë, unë e di që edhe Albin Kurti e ka qëllimin e mirë. Me marrë me analizu në përgjithësi, edhe qëllimi i tina deli mirë, edhe i PDK-s, edhe i LDK-s deli mirë, por nuk kanë treguar pjekuri politike asnjë subjekt prej këtyre që tani janë lider të politikës në Kosovë, që kanë me thujse të ri, sepse AK-ja nuk paraqet në farfaktori politik për Kosovën, nuk kanë treguar pjekuri politike për me qenë avangard apo me i pri çështjes së zgjedhjes, sepse problemi jonë nuk është vetëm shtetënor, më shumë është kombëtar se sa që është shtetënor. Dhe këta nuk kanë treguar njohuri, nuk kanë treguar gatishmëri, nuk kanë treguar sens, dhe për fat keq që thash, më shumë i kanë kthyer interesat e veta se sa që i kanë kthyer interesat e kombit dhe të atëjut. Si mund të ketë një njeri qëllime të mira kur e
i adresuat kritika mjaft bukur të ashpra në karshi apo në drejtim zotit Kurti. Nëse është me tiparet e tilla, të cilat i përmendit, narcisoizmi diktatorial, çfarë qëllime kanë këta tipa njerëzish? Po këta janë të lindur të tillë dhe ata problemi është që nuk e pranojnë dhe unë e di që Albin Kurti ka më muedhnu shumë kur të nin që kam thonë kështu, po mu kam obligim para vetvetes dhe para çështjes me thonë realitetin dhe njeriu shpeshherë nuk është ai që mendon vet, po në shumicën e rasteve është ai si e shohin të tjerët dhe në të njëjtë ai si don, por në fund fundit ky është percepcioni im dhe unë mendoj që këta duhet të ulin gjakrat, të hiqin dorë nga ajo ego aq rigjide, aq e paprekshme dhe të binë tokë të merren me problemin e Kosovës, mos merren me problemet e inateve të veta dhe karaktereve të veta, por në të merren me problemin e Kosovës, në të zhveshen nga egoja, le të marrin parasysh çështjen kolektive, çështjen e kombit, çështjen e të dhëut dhe sigurisht kanë me gjetë pastaj nëse i qesin mend para inati, sigurisht kanë me gjetë zgjidhje. Por për fat keq, këta shumica prej tyre i kanë inatet para menve dhe inatet din ku të shohen. Zoti Gashi, kisha pas dëshirë edhe dy tema që i trajtojmë shkurtimisht. E para, rritja e çmimit të rrymës. Edhe po shihet, po vlojnë rrjetet sociale, po paralajmërohen rritjet e çmimeve të cilat shkaktojnë ngritja e rrymës, çmimit të rrymës, bukës edhe elementeve të tjera. Si e keni pa këtë mos reagim qytetar apo një numër të vogël qytetar në mbrojtje të interesit të vet ekonomiko, familjar dhe social? Si duket, sepse unë po i dëgjoj të tjerët po thojnë 100 vjet kemi qenë robni. Ne nuk është që jem 100 vjet në robni, ne jem 2200 vjet në robni. Për rënjes perandorisë i lirë në atë kohë, ne pastaj 25 vjet kemi qenë të lirë sa ka sundu Skënderbeu. Të tjerat kohë të gjithë kemi qenë ose ndën romakët, ose ndën slavët, ose ndën bullgarët, ose nga pushtues të ndryshëm. Po nga pushtues të ndryshëm, por në kontinuitet kemi qenë të pushtuar, por jo të robruar. Por si duket kjo situatë ka që ronë në kësi situate, na ka ndrua dhe karakterin. Dhe tani jemi bo populli më i dërushëm, apo që banë më së shumti të këqija, duke shpresu që një ditë udhëheqësit tonë do të vedisohen dhe të mos abuzojnë me neve deri në këtë mos. Unë i thras popullin të ndërgjegjësohen, të vedisohen, sepse ata janë aty për neve, nuk jem na për ata, dhe të organizohen. Unë e thash në fillim që neoliberalizmi është sistemi më i tmerrshëm që ka njohur njerëzimi. Njerëzit akuzojnë komunizmin, e akuzojnë feudalizmin, e akuzojnë kapitalizmin, varësisht për njerëzit çfarë predispozitash shpirtërore kanë. Por unë mendoj që të gjithë të tjerët kanë qenë diqysh të përballueshëm, kurse ky është absolutisht i papërballueshëm, sepse oligarkët në nivel botëror në bashkëpunim me oligarkët e shteteve ku veprojnë, e kanë sjellë këtë sistem i cili e ka sjellë shtetin gjithsesisht pushtetin në pozitë inferiore para tyne, sepse oligarkët vendosin a do të rriten çmimet, a nuk do të rriten çmimet. Tani më cili do në të jenë kryeministri apo presidenti i shtetit është i pafuqishëm, sepse sistemi e krijon të pafuqishëm, sepse ata janë të varur prej bankave, prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, prej Bankës Botërore, kontratat me të cilët i kanë nënshkruar vetë dhe këta nuk mund t'i kundërvihen atyne. Popullin tonë po e zën ky sistem shumë të papregaditëm, shumë të paorganizuar dhe populli ynë ka më vujt. Ju po e shihni që njerëzit nuk po ikun nga Kosova për shkak të kushteve të mira, po ikun për shkak të kushteve të këqija dhe për shkak të humbjes së shpresës për një perspektivë më të mirë. Zoti Gashi, këtë ishte pyetja ime për fund të kësaj bisede son, se
u publikuan disa shifra alarmante. Nuk e di sa janë të sakta ende, por përmenden 400.000 banor që janë larguar për pak vite. Çfarë do të thotë për një vend, për një këmbë, nëse largohen në këtë një mos e tillë e banorëve të një vendi? Unë e thras popullin tim, të gjithë ata që kanë vezhë dhe sy, të më ndëgjojnë dhe të analizojnë çka po them. Populli ynë prej kur se dihet prej kohës së pellazgëve, pastaj të elerëve, arabërorëve, shqiptarë, tani që jem, nuk kemi qenë ma keq. Për arsye se ne kemi qëndruar ndroje tona dhe 2200 vjetë që thamë edhe në robni. Dhe kur s'kemi pas leri, as lëvizjes, as të punës, as kurfarlirie, dhe me një shpresë që do të ketë zgjidhje të mirë një ditë për ne, sepse kemi luftu, s'jemi dorëzu. Kurse tani populli është dorëzu. Populli po ik, dhe po na ik rinia, po na ik truni i kombit, po na ik elita kombëtare. Rinia është ardhmëria e popullit dhe shtetit, dhe ata po ikun pa spjegim, duke u frigu me dhonë sharimin pse po ikun. Por ajo është pa perspektiva, humbja shpresës për një ditë më të mirë në Kosovë, dhe nëse këtu e llogarisëm edhe rënjën e natalitetit në mënyrë drastike që ka ndodhur në 2 dekadat e fundit në Kosovë, del që kombi jonë ka një perspektivë të zymt, i cili ndoshta në 50 vitet të ardhshme do të jetë një nacion harrese që ka ekzistuar një kamp. Zoti Goshe, uroj që të mos del kështu të themi në këtë gjë. Po e thras popullin që sa kohë le të organizohen, sepse ne ja kemi dalë edhe në situata më të vështira. Ky popull din më organizu, i ftoj të organizohen. Përgjigja më e mirë do të ishte që në këto zgjedhje që këta tani na i servojnë të mos dilet fare. Zoti Goshe, faleminderit për kohën dhe opinionin dhënë në televizionin e Reja. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.